Situata meteorologjike në vend paraqitet kryesisht e qetë me rreshje me intensitet të ulët deri mesatare dhe pa probleme serioze në nivel kombëtar. Në qarkun e Shkodrës, rreshjet intensive që ranë dje pas dite dëmtuan segmentin rrugor Breklumi-Theth, ku 9 persona dhe 5 mjete mbetën të bllokuar. Falëndërhyrjes së shpejtë të forcave bashkiake, policisë së shtetit dhe efektive të forcave të armatosura, personat u evakuuan me sukses. Rruga mbetet e bllokuar dhe po pastrohet nga inertet me mbështetjen e 10 efektive të forcave të armatosura. Në bashkinë Fusharës janë raportuar ndërprerje të energjisë për shkak të erës së fortë. Në qarkun e Lezhës, në aksin Lezhë-Shëngjin, është rrëzuar një pemë e cila ka dëmtuar linjat elektrike dhe ndërprer energjinë. Në rrugën Lezhë-Balldren ka prezencë inertesh dhe forcat operacionale po punojnë për pastrimin e saj. Në qarqet e tjera të vendit nuk raportojnë problematika nga moti. Sipas shërbimit meteorologjik ushtarak, në 24 orët e ardhshme priten rreshje të herpasteshme me intensitet të ulët deri mesatar, ndërsa në Shkodër, Vlorë dhe Gjirokastër rreshjet do të intensifikohen në formë shtrëngatash. Nga pasditja deri në orët e para të mëngjesit, rreshje të shumta priten edhe në Lezhë, Durrës dhe Tiranë, të shoqëruara me shkarkesa elektrike. Parashikohet mjegull dhe shikueshmëri e reduktuar në zona luginore. Ministria e Mbrojtjes dhe Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile janë në gatishmëri të plotë në koordinim me strukturat për përballëmin e pasojave të mundshme nga moti i keq. Ju lutemi banorëve të zonave ku mund të paraqiten probleme të kontaktojnë me autoritetet vendore.